Përshëndetje të nderuar nxënës. Për sot si njësi mësimore për ju kam zgjedhur njësi të mase për Siprinë nga libri i klasës 7. Siprina është mas për madhësinë e sipërfaqes së dhënë. Dy deformat e dhëna duken shumë të ndryshme, por të gjitha kanë siprinë të njëjtë, pasi që mbulojnë sipërfaqe të njëjtë të fletës. Ja pra I kam dhënë dy deforma të ndryshme për nga forma, por që kanë siprinë të njëjtë. Katrori, rrethi dhe drejtkëndshi janë të ndryshme për nga forma, por që mbulojnë sipërfaqe të njëjtë të fletës. Kanë siprina të barabarta. Katrori me dimensione 1 cm me 1 cm ka siprinën 1 cm në katror dhe e shënojmë 1 cm në katror. Pra centimetrin në katror e përdorim gjatë shprehjes së siprinave të vogla, si për shembull siprinën e kësaj faqe. 1 cm me 1 cm. Pra 1 cm në katror. Kemi edhe madhësi më të vogla se centimetri në katror, është katrori me dimensione 1 mm me 1 mm ka siprinën 1 mm në katror, ja pra edhe më e vogël 1 mm me 1 mm. Pra 1 mm në katror shënohet 1 mm në katror. Pra milimetri në katror përdoret kur njësojmë siprina shumë të vogla, si për shembull siprinën e një pulle postale. Ne të shohim dimensione më të mëdha se milimetri dhe centimetri, është metri në katror, ka siprinë për 1 metër në katror. Katrori me dimensione 1 metër në katror, 1 metër me 1 metër ka siprinën 1 metër në katror. Madhësia e tij vërtet është shumë e madhe për ta vlerëtuar, por ne do ta vlerëtojmë pak më të mëdha se ato dyja para që I bëm. 1 metër në katror përdorim kur njësojmë siprina të mëdha, si për shembull siprinën e një fushë futbolli. Pra 1 metër me 1 metër, siprina e kësaj figure këtu është 1 metër në katror. Lidhja ndërmjet njësive matëse më të vogla dhe më të mëdha për siprinën është, pra mos I harojmë këto. 1 metër në katror është 10.000 cm në katror, 1 metër në katror 1.000.000 mm në katror dhe 1 cm në katror është 100 mm në katror. Pra marrim një katror me brinjë 1 cm, siprina e tij është 1 herë 1 cm në katror. Kjo është I njëjti katror, ja pra ky centimetër 1 cm, ky katror 1 cm me 1 cm, siprina ka 1 cm në katror. Tash e marrim një katror të njëjtë si ky, por të matur në milimetra, duke ditur se 1 cm ka 10 mm, edhe 10 mm me 10 mm. Duke I shumëzuar siprinën e katror 10 herë 10, pra siprina e këtij katrori 100 mm I shndruar në milimetra, kuptohet, katror. Pra përfundojmë përfundimisht se 1 cm në katror pas ka 100 mm në katror, që edhe tham paraprakisht. Të njëjtën mund ta bëjmë edhe me katror më të madh. I marrim dy katror me dimensione të njëjta. Tani do të viztojmë dy katror me dimensione të njëjta. Njëri është I shprehur me metra, tjetri djathtas me centimetra. Ja ki majtas është me metra, 1 metër me 1 metër, siprina e këtij është 1 metër në katror. Ndërsa I dyti është I njëjti, por I shprehur në centimetra, 100 centimetra me 100 centimetra. Siprina e këtij është I shprehur në metra, është 1 metër në katror, 1 herë 1. Përfundimisht kuptojmë se ndërsa siprina e këtij dytit është 100 herë 100, 10.000 cm në katror, përfundojmë se 1 metër në katror pas ka 10.000 cm në katror. Tani, kur shndrojmë nga njësia më e madhe në njësi më të vogël,
atëherë shumësojmë me koeficientin të ndërimit, ndërsa kur shndrojmë nga njësia më të vogla në njësi më të mëdha matëse, atëherë pjestojmë me koeficientet e ndërimit. Ja në shembujt mund të kuptojmë këto detyra. Shembulli 1. Shqiprinën prej 14 presje 4 metra katror shprehen në centimetër në katror dhe milimetër në katror. Në A në centimetër në katror, në B në milimetër në katror. 14 presje 4 metra në katror duhet të shndrojmë në centimetër në katror. Duke ditur se 1 metër ka 10.000 centimetër, prandaj 14 presje 4 e shumëzojmë me 10.000 që ta shndrojmë në centimetër në katror. 14 presje 4 herë 10.000, presja zhvendoset për 4 vende se 10.000 ka 4 zero. Pra prej këtu që ishte shndrohet për 4 dhe rezultati përfundimtar është 144.000 cm në katror. Pra 14 presje 4 metra në katror pas ka 144.000 cm në katror. Dhe detyra 9B, pra 14 presje 4 metra në katror të shprehim në milimetra në katror, duke ditur se paraprakisht e thamë neve se 1 metër në katror ka 1 milion milimetra në katror, prandaj 14 presje 4 e shumëzojmë me 1 milion, 14 presje 4 herë 1 milion, shpresja zhvendoset në djathtë për 6 vende se 1 milion e ka 6 zero, dhe më thënë bëhet 14.400.000 milimetër në katror. Pra 14 presje 4 metra në katror pas ka 14.400.000 milimetra në katror. Shembull tjetër të radhës, kur prej njësive të vogla të shndrojmë në njësi të mëdha. Siprinën prej 2452 mm në katror të shprehim në metër në katror dhe në centimetër në katror. Lehtësisht, pra, prej njësive më të vogla në njësi më të mëdha shndrojmë në atë mënyrë duke e pjesëtuar. Pasi 1 milimetër në katror kishte 1 milion milimetër në katror, andaj edhe 2452 e pjesëtojmë me 1 milion. Kur 2452 i pjesëtohet me 1 milion, na jep një numër shumë të vogël, 0,002452. Pasi që 1 milion e ka 6 zero, andaj edhe presja të zhvendoset në të majt për 6 vende dhe do ngelin 6 numra pas presjes. Po vërtet pra 6 numra pas presjes. Dhe detyra 9B e kemi të shndrojmë prej milimetër në katror në centimetër në katror. Neve dimë se 1 centimetër në katror ka 100 milimetër në katror, edhe pjestojmë me 100. 2452 mm, pra i pjestojmë me 100. 100 e ka 2 zero, presja të zhvendoset për 2 vende në të majt 24, presje 52 cm në katror. Pra 2452 mm në katror qenë e barabartë me 24 presje 52 cm në katror. Në faqe 245 detyra 1 dhe në faqe 246 detyra 2 nga libri i matematikës për klasën e 7, dy detyra i keni, aty të shifni, ja si duken detyrat, të shndroni në A, prej metër në katrorit në centimetër në katror, 450 metër në katror në centimetra, në veç ka tam, 1 metër në katror ka 10.000 centimetra në katror, prandaj e shumëzojmë me 10.000. 450 e shumëzojmë me 10.000 dhe gjejmë sa centimetra në katror. I shtojmë edhe 40 450. Lehtësisht. Detyra 9B, prej metër në katror në centimetër në katror, e shumëzoni me 10.000 dhe detyra 9B. Detyra 9C, prej njësisë më të madhe në më të vogël, e shumëzoni me 100, se 1 cm në katror ka 100 mm në katror, e shumëzoni me 100. Do zhvendoset për 2 vende, do jetë 10.645 mm në katror, ja rezultati final në C, dhe në Q, prej metrën në katror në milimetër në katror, shumëzoni me 1 milion, pasi që dim se 1 metër në katror ka 1 milion milimetër në katror,
Pra dhe në D prej milimetra e tani ndron prej milimetra në katror në metër në katror pjestojmë me 1 milion. Prej njësisë vogël në njësi më të madhe pjestojmë me 1 milion. Detyra në D prej centimetrë në katror në milimetrë në katror shumëzojmë me 100 prej më të madhe më të vogël. Dhe detyra në E prej më të vogëles në më të madhe pjestojmë me 100. Edhe në E pjestojmë me 1 milion. Detyra e dytë, cila pjesë prej 1 metri katror është? Pra, detyrën 32 cm në katror ta shndroni në metër në katror duke e shndruar centimetrin në metër, do më thënë prej njësisë në më të vogël në më të madhe duke pjestuar me 10.000. 32 pjestojmë me 10.000 edhe 0,032 edhe detyra në B prej milimetra në katror 120 mm në katror ta shndroni në metër në katror duke pjestuar me 1 milion, do jetë një numër shumë i vogël 0,0000120. Dhe me thënë parafërsisht disa i parafrova i ponova, disa punoni vetë, pra në libër e keni në faqe 245 dhe 1 dhe 2, më thënë e kuptuat se prej njësive në më të mëdha në një njësi më të vogla shumëzojmë, ndërsa prej njësive më të vogla në njësi të mëdha pjestojmë. Ju falenderoj.